Krasniqi nga Prishtina ka mësuar artin e punës së dorës nga familjarët e saj, duke e trashëguar këtë pasion brez pas brezi. Kryesisht, me thonë drejtën, është akum lind në rrethin e dograve që kanë punu non stop. Kësar që i kanë kry obligimet e ditës, ato janë marrë me... Si anulli kanë marrë punën e dorës, si gjyshja, nona, halla, rrethi i lagjes, edhe kështu që thuaj se qyshe vogël, nashta me thonë për klasës 3 fillore, nona, gjyshja, halla, realisht gjitha gratë që i kom pas rreth e lagjes nuk kanë pritur kurrë. Nashta që u kanë koha para luftës edhe nuk ka pas jo kafene, jo internet, edhe kohën e qajt ose të kafes e bajshëm gjitha bashkë edhe diçka që s'dishëm na ofrojshin ndihmë ose ju ofrojshin ndihmë njëra tjetrës. Mu ka dok vështirë edhe mu ka dok interesant, se kur i thoshin gjëmperat ose lukja, gjyshja, kur e bëjke me furk e tjerë ke leshin edhe e vënojke në vek, mu ka dok shumë interesant edhe shpesherim hi edhe ja kum prish veken, si dilke ajo unë e hisha dhe ja këput shapej të këshë unë e po di. Kur kom fillu me krabza, me fillu, me thonë drejtën në herën e parë që i mora edhe me menën tem unë e marua gjëmperin, po tani kur e parë që është pak ma, shkon punë pak ma ka dalë. Edhe unë e kam lujt, nuk është që s'kam lujt, po që shumë më ka interesu, që shumë më ka dok interesant, so në stop kom pas diçka ndorë t'i punu. Edhe gjatë kohës luftës, diçka kom pas. Me nostalgji kujton punimin e parë, një eksperiencë që i hapi rrugën, një dashurie që më vonë u kthye në profesion. I pari, jo, më thonë drejtë nuk e ruj, se është një gjëmper që ja kom punu motrës, kështu që ajo u konë shumë e vogël, edhe jo, nuk e ruj. Realisht, në 2021-ën, kom mendu në mendja kom pas gjithë me ba diqka, po në 2021-ën veç fillu mas pari me Tote Bag, edhe ke interesimi shumë i madhë. Pasaj fillu në interesimet, jo ma ban qëto, jo ma ban qëto, po kryesisht na qka i punojna pa gjithçka me kërkesën e klientit. Për shembull, e du qit madhësi, e du qit ngjyrë, e du qit lule, ka që edhe ta shojnë modelin, a mundesh me ma ba qito. Çka punojnë kryesisht për shembull cilat jena? Dhe gjitha i punojmë, nuk ka diçka që nuk punohet përfundore, por kryesisht shkon ndoshta edhe me sezona. Për shembull, gjatë verës ka pas veçanta, çantat e plazhit, thjesht ton kohën kena punu me çanta. Që tash është koha jastakve dhe mbulesave, që tash edhe rreth festave të fund vitit edhe jo festa e Bajramit, këto që janë Ramazani e këto, më njëherë janë nisin se e din që puna dorës shkon ma ka dalë, merr kohë. Ajo thot se vajzat e saj kanë qenë frymëzimi kryesor për të ndarë këtë art me të tjerat, për të treguar talentin e saj dhe për të dhënë mundësinë njerëzve që të porosisin krijimet e saj. Jo, për momentin jo, vajzat janë të u shkollu, edhe pesho që po kanë qef edhe ato, pjo intereson shumë, po realisht nuk po mujmë ngarku shumë, asi veç shkolla pjo shkanë mirë, po shumë kësha po qef, se realisht puna dorës është edhe një lloj relaxe, është një farë qetësimi, se nuk lën shumë, realisht e menon punën që i ki qatu për para, nuk lën shumë me... Po, ju vishte vajzat e mija, po kisha pas qef, nuk e di pse, po puna dorës më pëlqen shumë. Kom hezitu se kom thonë, jo, se nuk ju pëlqen. Aden, tash pse po më pëlqen mu tjerëve s'pi ju pëlqen, se realisht një kohë thuaj se kërkush nuk i përdarke. Vajzat kanë qenë shtysa më e madhe, jo, ma me gjithë qysh, jo, ma me gjithë qysh. Sa je falenderuese tash ndaj tyre që? Shumë, për gjithë shka, jam falenderuese ndaj tyre. Sot Arjeta ndjen krenari që puna e saj vlerësohet nga të tjerët dhe beson se puna e dorës mbetet një pasuri e vërtet kulturore që duhet ruajtur. Realisht, më herët nuk e vlerësuqa, që tash veç jam ka evrej që është ka vlerësohet shumë, nështë se gjitha bëhen unike. Nuk është diçka që
se kërkohet për klientit. Për shembull, dikush thotë që t'lule ma qëtë qështu, ose që to ma ban qështu, ose që gjëmper të fëmis ma shkruan me qitamër. Shqipëri, Maqedoni, Kosovë gjithqysh, po kanë shku deri në Amerikë, për shembull, ka kliente të Shqipërisë, sidomos Shqipërisë, e bojnë porosin, okej, unë e vi verës me këtë datë, a mundesh me përfundu këto me këto lule. Për shembull, njëri ka porosi 10 jastak që më ka dashur me ja punu, me ja qudejnë për dursit edhe anena me shku me punë. Jam shumë e lumtur, përveç që nuk ka ndaj benefit financiar që atë ndaj fitim të madh prej punës dorës, po realisht kur vjen edhe të familjes, porositin ka 4-5 herë, për shembull, dhe ka porosit dikush, e porosit motra, e porosit kunata, e me radhë, që jam kënaqur më shumë. Deri kur mendoni me e vazhdu këto? Menoj gjithë, sa të më punojnë durët edhe sytë, po nuk menoj me... Se e du shumë, nuk e di pse. Gjithçka që e don, mundet me arrit. Pa marrë parasysh se na muna me gjetë, për shembull, jo nuk i kam paret, jo po pres këta, jo po pres këta. Me pak mundet me fillu edhe me gjithçka që don, pa marrë parasysh nëse nuk e do punën e dorës, e don më bë frizer, ose e don, ama kisha lut gjitha vajzat edhe gratë që të paktën përveç punës që e kanë edhe një zanat me pas. Për Arjetën çdo punim është kujtim, dashuri dhe trashëgimi që vazhdon të jetojë në duart e saj.